Dhe një pezullim të fondeve të BE për projekte digjitale, sa serioz është ky sinjal politik për Ramën? Jashtëzakonisht serioz, shumë serioz. Domethënë ishin ato të Bardit, tani vijnë këto, çështja e vizave në një kohë relativisht të shkurtër. Është shumë serioze. Nuk është problemi thjesht sepse ndalohen disa investime, disa financime në Bashkimin Evropian. Çfarë humb realisht pra qeveria, qytetarët, Shqipëria? Imazh, reputacion. Domethënë sot gjëja e parë që bën një investues i huaj kur do të investojë në një vend, do të futet edhe do të shikojë gjithë raportet e mundshme ndërkombëtare për atë vend. Kur ti futesh aty brenda dhe shikon që lajme të tilla, Shqipëria në listën e vizave, eliminohen këto fondet këtu, këto investimet aty, tërhiqen nga kjo, etj. Atëherë mesazhi që ti merr që nuk është një vend për të bërë biznes. Dhe po flas vetëm për aspektin e biznesit, vetëm për aspektin e investimeve tuaja. Dhe këtë gjë në fakt e kemi ndjerë, se po të shohësh strukturën e investimeve tuaja në Shqipëri, aktualisht një pjesë shumë të madhe të këtyre investimeve përbën blerjen e apartamenteve nga të huajt, nga të cilët prap një pjesë nuk janë të huaj, po janë mund të jenë edhe shqiptarët emigruar me pasaporta jashtë ose ata që vinë nga Kosova etj. Që nuk janë realisht, si thua, gjerman, francez dhe anglez që vinë dhe blejnë apartamente. Domethënë, ky është vetëm njëri nga aspektet. Dhe natyrisht pasaj që gjithë opinioni publik, europian në rastin konkret, sepse me qenë se po flasim për atë, të shikon me dyshim, të shikon si një vend problematik. Sepse në fundit duhet kemi parasysh që vendimarrja e liderëve dhe dhënësve të Bashkimit Evropian, të vendeve specifike, po flasi jo thjesht Bruxellit, lidhet shpesh ose ndikohet shumë edhe nga opinioni publik i tyre, se është dhe çështje votash. Domethënë, ne mund të kishim pas gatishmëri shumë më të madhe nga Macroni, nga Merkeli më përpara, Merci tash dhe të tjerë, për të përshpejtuar procesin tonë të integrimit, nëse edhe opinioni publik i këtyre vendeve do të kishte qenë i gatshëm për ta parë Shqipërinë dhe brenda Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht imazhi që ne kemi është imazh problematik dhe kjo ndikohet natyrisht edhe nga elemente të tilla. Po një distancim i ndërkombëtarëve, BE-s, SHBA-s, që janë aleat të qeverisë, a ka Rama një plan B? Nëse ndodh ky distancim, a mund të ketë, mund të flitet për një plan B? Nuk kemi sepse të gjitha këto e rrezikojnë. Po, patjetër. Nuk kemi fazë izolimi, nuk kemi akoma aty. Jemi fazë dhënie mesazhesh. Ka pas dhe raste të tjera më përpara. Po BE radh dhe pron pa prova dhe pa paralajmërime. As diskutohet. Nuk ke nevojë të ambushësh me vendime gjykate, Bashkimit Evropian, as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Marrin informacione dhe mbi bazë natyre informacioneve marrin edhe vendimet përkatëse. Nuk është vendim gjykate. Është një vendim politik që merret mbi informacionet që ata kanë dhe posedojnë. Dhe planin B këtë e di kryeministri pastaj. Zakonisht kur e dëgjon kryeministrin për të folur për gjëra të tilla, plani B që ti kupton nga kryeministri është që asgjë s'ka ndodhur, e gjithë kjo është zhurmë koti nga teneqet, nga tenxheret e gjithë kjo retorikë që ka kryeministri Rama, që shprehet shumë i sigurt për marrëdhëniet që ka me ndërkombëtarët. Është përdorur vetëm për retorikë të brendshme politike apo është vërtet në aleanca të mira me ndërkombëtarët? Se duket sikur shërben vetëm për retorikën e brendshme politike, gjua e tij. Po patjetër, Ramën nuk e votojnë në Bruxelles, as në Rom, as në Paris, e votojnë në Shqipëri. Kjo është e qartë. Kështu që procesi i integrimit të Shqipërisë në BE nuk është domosdoshmërisht një qëllim në vetvete i Edi Ramës, është një gjë të cilën ai dëshiron që ta përdor për të marrë vota, për të krijuar legjitimitet për Shqipëri. E shikoni vetëm thjesht si pjesë të retorikës, po kjo është normale, këtë çdo politikan e ka bërë, nuk është një gjë specifike. Shumë ishte slogani, motoja që do të vinte edhe në pushtet. Patjetër, dhe në fakt nuk është as prioriteti madhor i shqiptarëve. Po të shikosh gjitha sondazhet, gjitha dhënat, çështja e pasaportës europiane, e integrimit në BE nuk është më prioriteti madhor i shqiptarëve. Që për fat të keq kanë apati edhe për kush i fiton zgjedhjet. Po kanë probleme më të mëdha shqiptarët, kanë probleme gjendjes ekonomike. Dhe rrjedh dhe është një çka që nuk mund ta mbulosh me shifrat e rritjes ekonomike që mund t'japi FMN ose banka botërore. Sepse rritja ekonomike këtu është një rritje virtuale. Është një rritje nga e cila shpërndahet në ekonomi në mënyrë komplet të paqëndrueshme. Është një rritje, e para është rritje artificiale sepse një pjesë e kësaj është e lidhur me burime të tjera pasaj që
E dyta është një rritje e cila vjen pjesërisht edhe nga fakti që shteti vazhdon edhe të financojë masivisht sektorin shtetëror, përfshi edhe përmes rritjes së rrogave, rritje e madhe e buxhetit të shtetit. Kemi 200.000 veta në punë, pothuajse 190.000 në administratën publike, nga cilët pak 100.000 janë të padobishëm. Janë njerëz që thjesht jetojnë me taksat tona, por nuk kanë asnjë kontribut në vend. Do thonë, janë merr lekët e atyre që punojnë, që prodhojnë diçka konkrete dhe që mund prodhonin edhe më tepër, po të kishin më taksa më të ulta, dhe ja u jep tyre pastaj që rrinë dhe tundin zinxhirin. Kësaj pjesë, jo gjithë administrata kuptohet, po gjysma praktikisht është në këtë lloj pozicioni fatkeqësisht, por që paguhet me taksat tona. Domthonë, gjithë këto probleme bëjnë natyrisht që të mendosh që interesi kryesor i qeverisë shqiptare është të ruajë status quo-n e vet në raport me votat e brendshme këtu, por jo domosdoshmërisht pastaj të shohë objektivat afatgjatë të Shqipërisë fatkeqësisht. E shikoni Ramën më të rrezikuar